Mirëmbrëma sërish nga studiot e ABC kësaj radhe në emisionin ton të përjapshëm Zëri Shqiptarëve pra sondazhi ABC News. Pas nesër bëhen 15 vjet nga 21 janari i vitit 2011, një ditë e errët në historinë moderne të Shqipërisë kur u krye një krim shtetëror, tashmë i pranuar nga të gjitha palët, nga ata që ishin opozit, por dhe nga ata që ishin në pushtet. 4 vetë humbën jetën në bulevard gjatë një proteste e cila u ngrit për shkak të një akuze për korrupsion ndaj numrit 2 të qeverisë atërshme, zotit Ilir Meta. 15 vjet më pas, ende nuk është vënë drejtësi. Përkundrazi kemi parë një ping-pong mes prokurorisë posaçme dhe prokurorisë zakonshme dhe gjykatave shqiptare, cilët refuzuan deri në ditën kur gjykata e Strasburgut vendosi që çështja të rikthej sërish për gjykim. Kësaj radhe, jo thjesht me objekt gjetjen e atij që kishte shkrepur këmbëzën, sesa ata atij që kishte dhënë urdhër, duke e konstatuar dhe zyrtarizuar ngjarjen e 21 janarit si një krim shtetëror. Më pas, siç e dini, gjykata e lartë vendosi rikthimin e çështjes, duke detyruar dhe SPAK-un ta marrë dhe ta rijetojë këtë çështje. Emri që ato e kanë kaluar muaj, siç u thash, pas nesër bëhen 15 vjet dhe drejtësia nuk është vënë. Dhe pikërisht sondazhi kësaj jave yni fokusohet tek drejtësia e munguar e 21 janari. Sondazh realizuar si gjithmonë nga Eduard Zalosha. Mbrëma Zalosha. Faleminderit që jeni me mua sot. Brisita Gjekondi është këtu, një avokate e njohur e drejtësisë munguar të 21 janarit. Mbrëma Brisita, dhe profesor Orlan Lami. Mbrëma Lami. Brisita, do doja të nisem me ty. Në fakt, me thënë vërtetën, kur diskutuam me Eduardin temën e kësaj jave, sigurisht ka dhe shumë tema aktuale, po për shkak se sezoni politik ende nuk është e filluar, ngjarja më e afërt në kalendarin temi politik ishte pikërisht 15 vjetori i ngjarjes së rëndë të 21 janarit. Ngjarje që duhet të na ka prekur të gjithëve, unë mendoj, mua më ka cënuar më shumë se kur në atë pikën që normalisht gazetarët e kanë si të shenjë objektivitetin. Le të themi, ndonjëherë ndihem subjektiv kur e gjykoj atë ngjarje për shkak se kam qenë vetë dëshmitar, kam parë njerëzit që këputeshin njëri pas tjetrit dhe nuk i besoja syve për atë që po ndodhte. Pra le të themi, është një ngjarje që na ka shënjuar të gjithëve në temin e jetën tonë personale, po dhe profesionale. Sigurisht, ama pas 15 viteve dikush mund të thotë, akoma me 21 janar? Po, 21 janari është një datë shumë e rëndësishme sepse duket sikur ndahen dy epoka. Dhe unë mendoj që realisht ashtu është, sepse vërtet është akuzuar Berisha për 97-ën, për Gërdecin, për shumë ngjarje, pa është një ngjarje flagrante ku Berisha në mes të ditës me diell kishte kurajon, unë flas Berisha sepse garda dihet që ka qenë një zgjatim i tij, edhe personat që ishin në krye të gardës, qëllojnë mbi trupa shqiptarësh, me justifikimin, pavarësisht se më përpara thoshte që jo po vran me njëri tjetrin me pushk, pistolet e tjerë, ai ka qenë një krim flagrant dhe thjesht është nuk mund ta fshej. Unë kam qenë vetë në atë shesh, biles rastësisht disa miq të mi më kanë thënë që afër kanë pasur edhe të ndirin Aleksnika, sepse gati të 4 viktimat nuk kanë qenë fare pjesë e derës së kryeministrisë. Kanë qenë në distancë të largët nga pjesa që sulmonte kryeministrin. Vetëm njëri prej tyre mund të ketë qenë afër, por prap të gjithë protestuesit ishin të pa armatosur, nuk kishin asnjë tendencë për të rrezikuar jetën Berishës e tjerë, por duke njohur karakterin e Berishës, jo vetëm me historinë që përmenda, po edhe me Remzilanin, me shumë gazetarë të ndryshëm, gjuhën që ka ai dhe edhe aktualisht atë gjuhë denigruese, kërcënuese dhe të ashpër. Ajo ditë ishte një rast flagrant ku ti shikoje se si funksionon Berisha realisht ndaj shqiptarëve. Dhe mendoj që vërtet 21 janari, pa u zgjidhur 21 janari, nuk mund të ketë paqe qoftë sociale, qoftë shpirtërore, por edhe një rehati të shqiptarëve me drejtësinë. Mendoj që ajo gjë vërtet e ka dëmtuar shumë filozofinë e protestës në Shqipëri, sepse vërtet që në atë moment nuk ka më atë frymë edhe atë pasion për të vajtur në protestë, pasi instiktivja për të ruajtur kokën është më e fortë se sa fryma që po shkoj protestor. Pra thoni që është shumë interesante, këtë se kisha dëgjuar një herë, por ka shumë sens. Pra thoni që në farë mënyrë fryma e protestës është trembur, është vrarë dhe nga sindroma 21 janarit. Unë jam marrë me aktivizëm dhe vërtet që në 21 janar prandaj tash ndau dy epoka, sepse ti mund të, po e them në gjuhë pak vulgare, mund të rriesh me policinë
por asnjëherë nuk të shkon mendja që nga kryeministria, nga tarraca e saj ose nga personat që janë brenda oborrit saj, të qellohet në mish të shqiptarëve, domethënë shqiptari kundër shqiptarit, vllai kundër vllait. Edhe mendosh që ishte një protestë për korrupsion, nuk është se ishte një protestë që të kishte të bënte me një gjë shumë të që kishte personale për Berishën, ishte për aleatin e Berishës. Por Berisha ishte në presionet vetëve për ta larguar atë. Pra ishte një presion edhe të brendshëm. Megjithatë e zgjidhi si e zgjidhi. Atyre zgjidhi. vazhdon, sepse populli ka një shprehje ngjajnë pa bëhen, edhe pse të dy njëri është në burg, tjetri është në paradhom të burgut. Po unë jam shpresë plot që 21 janari për herë të parë është marrë seriozisht, sepse Berisha nuk u mjaftua vetëm që vrau 4 shqiptar, por vetëm kur imagjinoj që dhe predhën që është vrar Alex Nika e kanë punuar me lim për të zhdukur të gjithë informacionin ose për të zhdukur provën se nga cila pushk ka dalë, dhe dihet që janë pushk të gardës, jo më me server me gjitha që i ka zhdukur. Berisha ka qenë, duhet ta ndajmë Berishën para 20 janarit, gjatë 20 janarit dhe mbrapa 20 janarit. Domthon ai me gjithë levat e tij, por edhe me gjuhën denigruse që arriti të kërcënonte dëshmitarët, por dhe me provat që arriti të zhdukte çfarë do lloj prove të mundshme, ai arriti kërcënoi presidentin e Republikës, Bamir Topin, arriti kërcënoi kryeprokurorin e Shqipërisë. Imagjino tani, imagjino domethënë si mund të shkonte një dëshmitar me vullnet të mirë, gjëja të denonconte tek një qenie policia dhe çdo strukturë tjetër, sepse janë hallka të caktuara para se të shkosh prokurori, ishin të gjithë të kapur nga Berisha. Lami, megjithatë thuhet gjithmonë që 20 janari edhe nga ata themi që janë në krahun tjetër për fat keq, atë ditë për fat keq u vendosi barrikadë dhe pati dy anë barrikadës. Për fat keq them sepse ishin shqiptarë kundër shqiptarëve, por gjithmonë është ajo ideja që ndoshta ngjarja duhet hetuar në të gjithë dimensionet e saj. Mendoni që ka vend kjo apo le themi krimi i vrasjes, themi i shuan gjërat e tjera? Unë mendoj, Koli, që pavarësisht dilemës që ju shtruat me të drejtë që vlen diskutohet për një ngjarje mbas 15 vitesh. Për ngjarjen po për drejtësinë, njerëzit duhen sikur. Unë mendoj që hetime për ngjarje të kaluar në kohë nuk janë precedent që lidhen vetëm 21 janar, janë precedent që shikon dhe në Europën moderne sot. Por ka një diferencë që ne duhet ta themi qartë. Ne këtu nuk kemi kushtet e një vonese në drejtësi. Ne kemi kushtet e një zvarritje për të dhënë drejtësi. Së dyti, nuk kemi kushtet e gjetjes së provave të reja dhe hapjes së hetimit. Ne jemi në kushtet e vendimit politik për të mos hapur hetim. Dhe kjo e bën të rëndë situatën në lidhje me institucionin e drejtësisë, se si ajo funksionon, por edhe me besimin që krijon opinioni publik për institucionet e drejtësisë, se si trajtojnë ata ngjarje të tilla për masave, ku mund të jenë të inkriminuar dhe njerëz të rëndësishëm. Dhe e fundit, ku ju me të drejtë e saksuat si fakt, është gjykimi i gjykatës Strasburgut, i cili e etiketon ngjarjen për te opinionet që ne mund të kemi këtu, si ngjarje shtetërore dhe jo ngjarje individuale, siç është trajtuar deri tani. Dhe ndërkohë drejtësia shqiptare, institucionet e reja të drejtësisë shqiptare, të ngritura me besimin që është dhënë nga një pjesë e mirë opinionit publik që disa ngjarje, disa çështje, disa personazhe të përballen me drejtësinë ose të sqaroj opinionin publik deri në çfarë faze apo momenti shkon fajësia apo pafajësia e personave. Sot që ne po flesim është një terr, është një heshtje. Dhe kjo nuk është gjë tjetër, vetëm ajo çfarë thon filozofët e së drejtës, kur ligji nuk vepron, në këtë rast ai thjesht mbetet një gjë pa kuptim. Zaloshnja, një sondazh ku si ishte reagimi njerëzve, pra edhe pati pjesëmarrje? Në fakt, meqense kjo çështje, kjo temë është jashtëzakonisht e veçantë, ne e shpërndam linkun e plotësorit në më shumë njerëz, që të kishim sa më shumë një kampion sa më përfaqësues, sa më dëgjuar për opinionin e shqiptarëve të zakonshëm,
dhe e kemi shpërndar nga Konispolit dhe në Vermosh, në fshatra, qytete, në mënyrë proporcionale, dhe kemi morën pjesë, pra e plotësuan plotësor 1425 qytetarë shqiptarë, banus këtu kuptohet, që përbën një kampion shumë përfaqësues të popullsisë së rritur të Shqipërisë. Po le të themi reagimi i tyre. Pra ishte reagimi shpejt apo ju desht prisnit pak? Jo, ishte temë shumë e veçantë dhe ndryshe nga herët e tjera i lam kohë 2 ditë qytetarëve që të merrnin pjesë në këtë sondazh. Është temë, nuk është temë e përjavshme. Kjo është një temë që është ka ngelur si pra, i latë mundësi dhe reflektime pak. I lam 2 ditë kohë. Okej. Në çdo rast, në ky sondazh ka gjithashtu edhe temi pyetjen javore lidhur sa i përket opinioneve politike, do të shikojmë nëse ka apo jo një ndryshim nga javët e mëparshme. Shkojmë me njëherë te pyetja e parë. Pse 15 vjet pas 20 janari 2011 ende nuk është vendosur drejtësi? 63.2% lami, duke ju dhënë drejt juve, mendojnë që nuk ka një vullnet. 19.3% mendojnë që drejtësia është e paaft, nuk ka prova, 17.5%. Tu zalosh në shkurt. Ngjyra blu tregon qartë cilët mendojnë që temi nuk ka prova për të ndëshkuar ato që ndoshta opinioni publik, pra 63.2% e ka të qartë kush është. Janë regjimenti bereshist. Poshtë 19.3%? Aty kemi dhe votus, kemi zgjedhës që nuk morën pjesë fare në zgjedhjet e fundit, kemi dhe të partive të vogla, pra është një segment grita quajmë. Po le të themi kam përshtypjen që 63.2% që thotë nuk ka vullnet, plus 19.3% që thotë është e paaft, paka shumë gishtin e përgjegjësisë se drejtojnë nga drejtësia e munguar apo jo. Patjetër, dhe mos harrojmë që ka dhe demokratë, se jo të gjithë ata që kanë votuar për Partinë Demokrate janë berishistë. Ka dhe njerëz, unë e ti dhe mund të njohim shumë që kanë votuar për PD-n, por nuk janë berishistë. E kuptojnë qartë. Zoti Balla, ne kemi parë në jo pak çështje të sondazhit që kemi organizuar dhe kemi diskutuar këtu që opinioni publik jo pak raste mbërthen në qëndrim bindjen politike edhe opinionin për një çështje caktuar. Në këtë rast, numri rreth 83% tregon që jemi në kushtet ku njerëzit janë të zhveshur, një pjesë e konsiderueshme nga bindjet dhe nga preferencat politike dhe ka një qëndrim objektiv në lidhje se e mendojnë ata reagimin e institucionit drejtësisë ndaj çështjes. Pra jemi në kushtet ku nuk mund të shkrim në një pik bindjen politike me opinionin për çështjen. Tu ka një bindje të përgjithshme. Po jemi në kushtet ku individi shlirohet nga bindja politike, nga shijet politike, nga simpatit politike dhe ka një qëndrim lidhje me institucionin që lidhet me ngjarjen. Kjo mendoj unë është një sinjal jo shumë pozitiv për institucionet e reja të drejtësisë, sepse tregon termometrin e opinionit publik ku për ngjarje të caktuara teston reagimin e institucioneve të reja nëse e mbulojnë funksionin që kanë marrë përsipër apo jo. Dhe ky është rasti që tregon për dështim të këtyre institucioneve. Unë mendoj që nuk ka pasur vullnet. Të jemi realistë, unë jam gjithmonë në mbështetje SPAK-ut, por është kuptuar që SPAK-u nuk e mori me qef këtë dosje. Jo, bëhe qartë, apo jo, e refuzoi disa herë. E zvarritën. Prokurori SPAK-ut vajti dhe tregoi që nuk ishte dakord, dhe vetëm vendimi i Strasburgut ja futi këmbën në një këpucë, ja futi për më tepër sepse SPAK-u deri më përpara thoshte që nuk janë të inkriminuar titullar të lartë, sepse dihet që SPAK-u merret vetëm kur ka titullar të lartë të shtetit shqiptar, por ndërkohë gjykata e Strasburgut e qëroi Orizin dhe i tha është krim, jo vetëm që është krim shtetëror, por i tha që nuk është hetuar zinxhiri komandues, i dha të gjitha detyrat, i foli sidomos për çështjen e Alex Nikës, sepse ka qenë vetëm një familje që e çoi çështjen në Strasburg, 3 familjet e tjera mendohet që u shpërblyen jo vetëm financiarisht, por u bë sikur jo zoti Lupo, disa të tjerë u dënuan
për gjuajtje nga pakujdesia, që për mendimin tim kjo ishte skandaloze. Po, gjetën pa fajshme, brava, u shfajsuan më pas, bile u shpërblyen dhe me banesa sociale nga bashkia e Zotit Basha. Edhe të mendosh që, po ju vetëm ata, u shpërblyen edhe figurat tjerë majtas e djathtas, çka e shëmtoi si çështje. I referoheni pas 2013. Dhe vërtetoj që vërtet nuk ka pasur vullnet. Por unë mendoj që tashmë nuk jemi në të njëjtën stad. Ju mendoni që diçka të ndryshojë këtë tuti? Ose thirrja e Berishës atje, thirrja e Lulzim Bashës, për spaku ndryshe nga prokuroritë dhe nga policitë e mëparshme është më i rezervuar, nuk është nga ata që japin deklarata dhe konferenca për shtyp. Pavarësisht se po e them në mënyrë metaforike i ka ngelur në derë si dosje, nuk edhe është vërtet një patate e shumë e nxehtë. Ta heqë pra nga dera. Po pra, kam përshtypjen se është duke hequr. Dhe kjo që nuk ka vullnet, vërtet mendoj që është një bindje shpërcetimi është i saktë. Mi shkojmë te pyetja tjetër. Pas 15 vjetësh, cila mendoni se ishte përgjegjësia e opozitës ateshme, pra të Zotit Rama dhe Partisë Socialiste? Qoj njerëzit drejt një masakre të paralajmëruar, mendojnë 26.7% e shqiptarëve. Është po aq faqëtore sa qeveria, 25.4% të të anketuarëve, ndërkohë, dhe këtu dalim tek çarja e madhe e opinionit kur vjen puna tek përgjegjësitë, 47.9% mendojnë se nuk e çoi protestën deri në fund. Pra, nuk e çoi protestën deri në fund do të thotë që nuk e rrëzoi qeverinë. Pra, le të themi, këtu shikojmë Lami, kjo është një pyetje shumë interesante. Kur hartuam pyetjet ishim të kujdesshëm, në sensi që të përfaqësonim të gjitha humoret. Me thënë vërtetën, përçarja është e thellë. Pra, shikojmë që 26.7% që duket që janë demokratë, thonë në shumicën e tyre, thonë që opozita, përgjegjësia e opozitës i çoi drejt një masakre të paralajmëruar. 25.4% thonë që është po aq fajtore sa qeveria, dhe ndërkohë shikojmë që humori i një shumice prej 47.9% thotë nuk e çoi protestën deri në fund. Unë mendoj që ky është rasti pra. Mendoj pas 15 vjetësh, ëh? Por, dhe ajo pyetja ime rrëzohet, që tash pas 15 vjetësh. Jo, dhe mbas 15 vjetësh njerëzit janë dhe më të kthjellët, janë dhe më të ftohtë, kanë akumuluar. Duhet ishin më të ftohtë, po humoret janë të forta, ëh? Jo, kanë akumuluar dhe fakte më shumë, edhe janë më të qartë në lidhje me si e perceptojnë ata ngjarjen. Dhe ajo çfarë është interesante që bie pak në kundërshtim me atë të parën që ne tham, ku vetëm një pjesë e vogël pjesë fanatike e Partisë Demokratike që me drejt zaloshnja e theksoi, kurse pjesa moderuar, pjesa gri që është e distancuar nga dy partitë kryesore, brenda Partisë Socialiste ka një qëndrim të konsoliduar në lidhje me institucionin e drejtësisë, ndërsa këtu kemi situatën ku shprehen, jepen opinionet e atyre që besojnë tek e majta dhe votojnë tek e majta, atyre që besojnë dhe votojnë tek e djathta, që nuk janë vetëm fanatikët, por shtohet dhe një pjesë e moderuar e demokratëve dhe interesante është mbetet pjesa gri, të cilët janë të dislarguar nga dy palët dhe bëjnë përgjegjës të dy palët në lidhje me ngjarjen. Dhe unë mendoj që kjo është pjesa interesante e situatës ku në lidhje me atë çfarë ka ndodhur, nga mënyra si u menaxhua, nga mënyra se si u zhvillua, me të drejtë një pjesë e opinionit publik që nuk është fanatik, nuk shikon me bindje, por shikon me arsye, shikon pajësinë tek të dy palët. Qoftë njëra palë se si e organizoi protestën, qoftë pala tjetër se si e menaxhoi atë. Kurse për sa i përket institucionit drejtësisë, nuk ekziston kjo lloj balance. Për institucionet drejtësisë njerëzit janë shumë më të ftohtë dhe më objektiv. Dhe shohin që ky institucion për ngjarjen fjalë nuk po vepron. Ndërsa për gjithë procesin se si u zhvillua, një pjesë e konsiderueshme e njerëzve shikojnë që ka një fajësi të dy palshme. Për te ngjarjes së rëndë që ka ndodhur, flasin nga mënyra se si organizua e gjitha protestat. Pra këtu se cila nga palët e gjen përgjegjëse opozitën, po ajo që më bën për Po, të treja këto kanë një të përbashkët. Tregojnë që opozita atëhershme, majoranca e tanishme, ka një mungesë morali. Të treja këto po t'i lexosh, nuk e çoi protestën deri në fund, tregojnë që nuk ka pasur një moral të spikatur për ta çuar deri në fund, sepse e provoi pak më vonë pasi bëri aleancë me Ilir Metën. Prandaj janë dakord me Lamin që njerëzit e shohin gjërat sot edhe në perspektivën e gjërave që kanë ndodhur. Më pas, patjetër. Edhe çoi njerëzit drejt masakrës paralajmëruar, edhe kjo tregon pavarësisht se janë ekstremi tjetër, sepse edhe kjo është skandaloze sepse duket që janë të gjithë dishepujt të Berishës,
sepse e pranojnë që ka qenë një masakër, biles pranojnë dhe që u paralajmëruan që do masakroheshin, pa ata prapë shkuan, dhe është e turpshme edhe si përgjigje e tyre. Kurse po aq fajtor sa qeveria, dhe kjo prapë në të treja këto tregojnë indirekt një zhbërje të moralit të mazhorancës së tanishme dhe të opozitës së atërshme. Mendimi im. Për më tepër që gjërat që bën brapa i japin të drejtë të tre grupeve që kanë shprehur për ta vënë në dyshim atë që një sqarim statistikor. Po, Zalosh. Po, më fal. Të këta grit që janë po aq fajtor sa qeveria, që janë 25.4, mosha mesatare e tyre është më e vogël se mosha mesatare e dy pjesëve tjera, që pjesës që ja vë fajin opozitës. Le ta themi më saktë. Kjo pjesa roz dhe pjesa blu janë njerëz që e kanë përjetuar ngjarje. Këta janë moshë më e re. Këta që janë moshë më e re, që ndoshta kanë qenë shumë të vegjël në atë kohë, pra mund të kenë qenë ose në shpërgënj ose 4, 5, 6 vjeç. Këtu mbizotron janë të distancuar dhe ndoshta edhe më pak të lidhur realisht me ngjarjen. Megjithatë, ajo që më bën mua përshtypje Zaloshin është pas 15 vjeç, po e lëm jashtë të që thoni ju, pra këtë pjesën 25.4 që mund të jetë pjesa dhe indiferente dhe i ka rënë shkurt. Ka thënë, kam dëgjuar që këta kanë çu protesta, kanë vrarë, po dhe këta i janë mosha deri 34 vjeç. Sa njëra e provokoi, tjetra reagoi keq. Provokoi, pra është më tepër kanë me dëgjuar dhe këta janë njerëzit që kanë që kanë qenë protest, ose që e kanë mbështetur ato, ose që kanë qenë kundër saj dhe themi kanë ndjekur ato që kanë paralajmëruar Basha apo Berisha para ngjarjes. Pra ajo që më përshtypën Zaloshin është që pas 15 vjetësh, dhe kjo tregon sa e fortë është kjo ngjarje. Pra unë nuk e prisja këtë lloj themi këtë. Unë e prisja që kjo pa aq fajtor sa qeveria e prisja të ishte pak më e madhe. Në sensin kjo do të tregon në farë mënyrë një farë baras largimi, ftoje nga ngjarja. Po jo, këtu shikojmë që janë, mos gabojmë shifrat, janë gati 75% e të anketuarve për 75% shqiptarëve që i kanë ende emocionet e forta. Që janë të ndarë në llogore. Ata janë ndarë në llogore. Këtu po janë shumë forta, ma 15 vjetësh vazhdojnë të jenë shumë të emocionet forta. Këtu tek këta mbizotrojnë mosha deri 34, 18 deri 34 vjeç. Këta të kategoria. Ata kanë më dëgjuar nga prindit, kanë në përtim. Ose kanë një kujtim shumë të vagullt nga gjëra. Aty mbizotrojnë moshat mbi 34 vjeç. 34 deri pra që kanë ose memorin e fort moshës re, ose kanë qenë dëshmitarë të ngjarjes. Ka një lloj janë pjesë të familjeve. Ose pjesë familje. Po të shohim, domethënë, ajo që të bën përshtypje dhe unë mendoj që ky Bërësia duhet të jetë një mesazh edhe për drejtsinë, kur ti shikon që 75% e shqiptarëve janë kaq emocionalisht lidhur me këtë ngjarje, pra tregojnë që ata janë akoma me një këmbë në të shkurën. Dhe unë mendoj që drejtësia e re duhet të japi drejtim kësaj gjëje. Ka qenë traumatike, ne kemi qenë gjithë aty. E së mos që Berisha morë dhe me ju gazetarët. Pa ajo pa lidhe, është pa lidhe. Ajo marrë kot ajo. Ajo morë që t'i priste kokën edhe gojës, edhe informacionit. E kishte edhe për diversion. E kishte edhe për diversion, e bërë edhe për leverage me ndërkombëtarët e tjerë. Jo, problemi më i madh i Berishës ishte se ne kemi qenë, Sokoli e ka pas, e kemi qenë në studio që e kishim të ftuar, dhe mbasi kishin kaluar disa vjet, ai tha unë do kisha vrarë edhe... Po, dëmroja... 2018, pra mbas 7 vjetësh. Po, Lame? Ju me të drejtë thoni që ka një element emocional ke shpreja dhe qëndrimet që kanë të ndarës, gati të polarizuar mes të majtës dhe djatës. Sepse, po ta gjykosh ftohtë, Koli, ne kujtojmë atë ditë dhe të nesërmen, nëse ne do të shkonim në skenarin që Partia Socialiste do të vazhdonte protestën, situata të gjithë flite dhe thuhej ishte gati e pamenaxhueshme, se si mund të rritet ngjarje. Po, se Berisha paralajmëroi antimitingun e të mërkurës. Pra, një socialist që e mendon në këtë formë nuk po gjykon me arsye, po gjykon me emocion. Pateta shumë emocionet janë të forta. Shkojmë tek Partia Demokratike, e cila merret dhe gjykon kundërshtarin, por nuk gjykon veten se si e menaxhoi situatën. Shiko si shprehet, 26.7%. Erdhën me skenar të paralajmëruar, nuk erdhën të protestojnë. Pra, edhe po të gjykosh dhe të futesh në arsyetimin e demokratëve, askush nuk shikon pendes mbi mënyrën se si u menaxhua protesta. Dhe këtu po flasim në nivelin emotiv. Prandaj tash unë me timen mendoja që kjo pjesa këtu duhet ishte pak më e gjerë. Dhe këtë drejt. Dhe pjesa e cila është pjesa më e ftohtë, pjesa më e arsyeshme të thojë unë, është pjesa 25.4%. Dhe unë gjykoj që kjo e gjitha vjen edhe për faktin që institucioni i drejtësisë
nuk po e zbardh ngjarjen. Dhe i ka lënë fantazisë, emocionit, apo manipulimit që bëjnë partitë politike për llogaritë e tyre. Apo fjalive të kaluar, fjalëve të kaluar njëra palë që bën paradën e çdo viti 20 janari me një dekor makabër dhe sfond funebër në mbrapa dhe pala tjetër e cila fajson veten duke justifikuar që ishte një ngjarje e cila o provokua dhe doli jashtë kontrollit, por jo se ishte një gjë e administruar me qëllim. Okej, po duhet shkojmë ama tek pyetja tjetër. Pyetja tjetër lidhet sigurisht me përgjegjësinë që ka patur qeveria. Pra pas 15 vjetësh, cila ishte përgjegjësia e qeverisë së atëhershme për 21 janarin? 62.9% e të anketuarve thonë se ishte një krim shtetëror duke vrarë shtetas vetë. Pra kjo ishte përgjegjësia e qeverisë. Ndërkohë, 17.9% tonë mbrojti shtetin. Kemi një gabim dërshkrimor, pra mbrojti shtetin. Ndërkohë, 19.2% tonë mbrojti pushtetin e vetë. Pra, le të themi, këtu kemi një, sigurisht kemi një shumicë shumë të madhe dhe përgjegjësi shumë të fortë që vjet renda e qeverisë, apo jo? Pra, gati 63% thonë që kreu krim shtetëror duke vrarë shtetasit e vetë, sigurisht 19.2% një akuzë tjetër e rëndë, sepse tonë nuk mbrojti shtetin, por mbrojti pushtetin e vetë politik, dhe sigurisht kemi një pakicë prej gati 18% që thonë mbrojti shtetin. Ngjyrat Zaloshnja besoj nuk lënë flasin vetë, pra shumica e atyre që thonë që temi qeveria kreu krim shtetëror janë kryesisht të majtë, por jo vetëm. Ka dhe shumë të tjerë, pasi bë diferenca shumë e madhe. 19.2% pra grupimi 2 tonë mbrojti pushtetin e vetë politikë, pra një akuzë që nuk mbrojti shtetin, më mbrojti kariket e veta politike dhe sigurisht një 17.9% që duken qartë që janë pushtetës Regjimenti Berishës. Po, Mendoj që 19.2 do 20 gati mund të bashkohet me 62, sepse është e njëjta filozofi, vetëm se mendoj që ki mbrojti pushtetin e vetë mund të ketë dhe shumë disident të krahut të Berishës, sepse edhe fjala mbrojti pushtetin tregon një subjektivitet të tyre ndaj figurës së Berishës dhe besoj që vërtet aty mund të kesh më shumë të djathtë që janë kundër Berishës se sa të majtë që janë pra cilët nuk e pranojnë krimin shtetëror, por ama pranojnë që kjo ishte... Jo, pranojnë që është krim, por thotë e ka bërë për pushtetin. Po, e ka bërë për pushtetin e vetë. Po, ndoshta ose nuk e pranojnë që është krim, por thonë një nga ana tjetër nuk gjenë edhe merita shtetërore. Ai nuk i bëjnë sy dritë vërtet për pushtetin. Mos harrojmë Lami që ambasadori i atëhershëm, zoti Arvizu, bëri një deklaratë jo pak kontroverse, kur zoti Berisha atëherë anulloi të famshmin miting ditës mërkurë, ndërkohë që Rama refuzoi të anullonte mitingun temi në 7 ditëshëm, pra në të premten pasardhëse, atëherë zoti Arvizu përdori një shprehje, pra zoti Berisha tha u soll si burr shteti. Sigurisht me kalimin e orëve dhe ditëve dhe javëve dhe muajve dhe viteve, deklarata është shndërruar në atë që Berisha u quajt burr shteti. Në fakt zoti Arvizu nuk tha këtë. Zoti Arvizu tha sjellja e Berishës ishte sjellje si prej burrit shteti. Por më pas me kalimin e kohës ajo ju keq përdor kjo deklaratë sigurisht nga kampi i qeverisë atëhershme dhe u dol me idenë pra që ai mbrojti shteti, pra u soll si burr shteti. Shikojmë që sot 17.9% ama vetëm besojnë dhe siç e tha me drejt Birsida, mendoj unë, jam dakord me Birsidën Zalosha, mund dakord Gjoqi se të ky 19.2% që thotë mbrojti pushtetin e vet, pra mbrojti karrigen politike, sigurisht ka edhe shumë rrjedhje nga krahu demokratëve apo jo Zalosha. Patjetër, kjo pjesa gri, në fakt është një përzierje votuesësh që votuan për PD-n në 11 maj, ka njerëz që nuk votuan, kurse të gjithë socialistët i keke ajo pjesa. Pra Zalosha, ke kjo pyetje. Janë shprehur vetëm ata që janë votuar me 11 maj, apo edhe ata që nuk kanë votuar me 11 maj? Jo, janë përfaqëson 1.9, ky kampion përfaqëson 1.9 banor të rritur. Edhe ata që kanë votuar dhe ata që kjo vlen më shumë për ata që po na ndjekin. Pra, janë pyetur jo vetëm ata që kanë votuar me 11 maj, por edhe ata që nuk kanë marrë pjesë në votim. Të gjithë. Ajo çfarë është interesante, zoti Balla, janë dy momente. Së pari, edhe unë dua ta theksoj, jo se ju nuk e sqarot shumë mirë çështjen e deklaratës së Arvizut, i cili nuk lidhej deklarata me ngjarjen, por lidhej me aktin politik që bëri Berisha. Me anullimin e mitingut të por Partia Demokratike e instrumentalizoi për ta lidhur me ngjarjen, jo me aktin. Por ne gjithë jemi të qartë
që deklarata e ambasadorit Amerikan kishte pesh Lidhur me mbi anulimin aktin, e jo me një ngjarjen. mitingu, jo me 21 janar. Kjo është e para. E dyta, është interesante elementi që na përsëritet edhe me pyetjen e parë që ne pam tek sondazhi. Ku në rreth 80% e opinionit publik që ka votuar dhe nuk ka votuar me 11 maj, ka një perceptim në lidhje me reagimin e institucionit të akuzës dhe drejtësisë, i cili në gjykimin e tyre mbetet problematik. Dhe e tham dhe s'ka nevojë ta përsërisim. Po ashtu, kur ne përpiqemi të arsyetojmë pse kanë këtë gjykim opinioni publik për mos reagimin e institucionit drejtësisë, mos është një paragjykim, mos është një opinion i ngritur në terr, ka një argument faktik, sepse ata besojnë, dhe është një masë rreth 80%, që kemi të bëjmë me një krim shtetëror, i cili mund të jetë bërë edhe për të mbrojtur pushtetin. Pra opinioni publik ka një perceptim në masën 80% për ngjarjen, duke besuar që ngjarja lidhet me një krim shtetëror, që mund të jetë bërë edhe për të mbrojtur pushtetin e personit që ka urdhëruar ose e ka keq menaxhuar. Dhe nisur nga ky fakt, thot, nuk e kuptojmë reagimin e SPAK-ut, i cili është i mefsht ose inekzistent. Pra, ne përpiqemi me pyetjen e parë dhe pyetjen e tretë të bëjmë lidhjen shkak-pasojë. Pse njerëzit kanë një perceptim për SPAK-un? Ja, pra e kanë, sepse ata besojnë që kjo ngjarje ka këtë frekuencë, ka këtë ndërkohë që s'po vepron, është lidhja shkak-pasojë për mua mes pyetjes parë dhe pyetjes tretë. Prisita? Jo, nuk jam dakord me zotin Lami. Mendoj që prandaj thash që patjetër që në 15 vjet, vetëm këto 2 vjeçarin e fundit që po lëviz situata, dhe është vetëm fal familjes Nika dhe fal Strasburgut. Asnjë tjetër nuk ka merita, as qeveria aktuale, as policia, as prokuroria, as gjë përkundrazi. Ju thash edhe për gëzhojën e famshme të fishekut që është quar që ka vrarë zoti Nika, u quan në Itali, su mor vesh, u kthye prap. Quan Turqi njerë, pastaj u quan në Itali, pastaj thuhet që është nisur prap. Po, është nisur prap, po nuk dim asgjë çfarë ka ndodhur. Audio mendoj që do çohet në Amerikë për të parë vërtetësinë edhe ato urdhrit famshëm të regjistruar. Urdhrit famshëm dhe mendoj deri tani po esim dëshmitarët, ka qenë një lajm i rrem këto ditë sikur është rimar serveri, po çfarë nuk është e vërtetë. Nuk është marr serveri i famshëm i kryeministrisë. Po punohet më shumë me dëshmitarët dhe kam përshtypjen se vërtet do ketë konkluzione, për më tepër që janë detyra nga Strasburgu, nuk është se e thashë një herë. Unë mendoj përse që më tepër se Strasburgu, i cili i hapi e detyroi drejtsinë e re të futen në hullin e hetimit të një krimi shtetëror, e thesh kush vrau kë, pra kush shkrepi këmbën. Unë mendoj që është temi bindja e përgjithshme që e tha Lami, e një opinioni që mund të jetë e gabuar, po bindja është fakt. Bindja, perceptim është perceptim. Bindja që shumica e shqiptarëve një mendojnë që ai është një krim shtetëror dhe dyta se u bë për të mbrojtur një pushtet politik, sepse mendoj se Alosh jam korrigjo ti, po kjo 19.2% që besoj mendon në një të mënyrë. Thjesht që i jep një konkluzion të saktë pse u bë ky krim shtetëror. Pra minimalisht ke detyrimin ta sqarosh këtë opinion publik. Është kështu apo s'është kështu? Nëse se ky lloj sondazhi bëhet që ti duhet zgjedhësh një nga opsionet, po nëse ja jepni mundësinë ti thoshim që edhe krim shtetëror, edhe mbrojtje pushtetin e vet, bashkë do i kishe një thes. Po pra bashkë. Prandaj them që 20 janari është si një lakmus për drejtsinë shqiptare. Po, sepse drejtësia e re nuk është se s'po punon. Drejtësia e re është duke punuar, është një intensitet plot. Mendoj që tani ka filluar të guxojë të godas edhe personazhe si Berisha, Meta e tjerë, dhe kam përshtypjen se vërtet tani e ka thyer ata akull që përpara ndoshta s'ka pasur guxim me zotin Kraja. Me zotin Tumani kam përshtypjen se aty mori edhe drejtim kjo situata e 20 janarit, pavarësisht se kisha atë ngërçin e famshëm që mos pranonin ta hetonin. Por nuk është se për drejtësia nuk ka punuar, drejtësia vazhdon dhe punon. Unë kam një mendim pak më ndryshëm, unë mendoj që edhe gjatë kohës zotit Kraja është punuar, megjithëse e mori në moment vështirë, ishte i pari, punoi me qetësi, ndoshta nuk pati temi zhurnajën dhe PR-in që pati periudha e zotit Tumani, po nuk është se unë mendoj që ka 6 vite që drejtësia e SPAK-u punon. Jemi dakord, si jemi dakord që është e tjetër, por çfarë mendojnë shqiptarët për punën e SPAK-ut?
dhe çfarë duhet hetoj e parë? Sigurisht, fokusi i këtij sondazhi është padyshim 20 janar. Kështu shkojmë te pyetja tjetër. Çfarë duhet hetoj më parë drejtësia? Dhe këtu sondazhi bëhet delikat. Duhet të drejtoj, tre kanë qenë opsione. Duhet të hetoj korrupsionin e qeverisë aktuale, ka qenë pyetja e parë. Duhet të hetoj korrupsionin e të gjitha qeverive deri më sot, ka qenë pyetja e dytë. Duhet të hetoj 21 janarin 2011, ka qenë pyetja e tretë. Ky është fokusi i sondazhit, ka qenë pikërisht 20 janarit. Dhe kjo justifikon apo jo Zaloshnja pranimin e pyetjes së tretë. Shikoni se janë përgjigjur shqiptarët. 25.7% thonë që duhet të hetoj korrupsionin e qeverisë aktuale. Mbajnë me këtë shifër, pasi më pas do shohim dhe sondazhin politik të javës. 34.2% thonë duhet të hetoj korrupsionin e të gjitha qeverive. Dhe ndërkohë 40.1% thonë që drejtësia e re, pra SPAK-u, duhet të hetoj fillimisht 21 janarin. Lami. Nuk dita kuptoj këtë... E para mbetet 20 janari. E kuptoj këtë... I referohem shifrës, komentet bëjeni ju. E dyta mbetet korrupsioni i të gjitha qeverive deri më sot. Dhe sigurisht e treta është korrupsioni në qeverisë aktuale. Një gjë duhet thënë, SPAK-u po e kryen shumë mirë detyrën e hetimit të korrupsionit të qeverisë aktuale, pra nga pikpamja e impenjimit është nota 10. Gjithë bjem dakord, ra dakord dhe Strasburgu dhe gjykata e lartë që kryen punët e 20 janari, SPAK-u për momentin ka notën 5. Ka ikur nga nota 4, ka shkuar ke nota 5, sepse ka thirrur. Sa ka kaluar? Ka thirrur, po sa ka kaluar. Ka thirrur për herë të parë protagonistët kryesor të qeverisjes dhe të institucioneve që duhet menaxhojnë sigurinë atë ditë. Ndërkohë, 34.2% thonë që duhet të hetoj korrupsionin e të gjitha qeverive deri më sot, pra sigurisht duke përfshirë dhe 20 janarin, duke përfshirë dhe temi gjërat që aktuale. Pra temi prap mbetet i pari 21 janari. Të thash, të treja këto kanë rëndësi, nota 10, nota nuk e di. Nota 6, nota 7, po këtu amat e 20 janari, njerëzit i japin notën 5. Të bëjnë sqarim statistikor. Po, statistikor, pastaj kalim te komentet. Te këta, kjo pjesa gri, që duan korrupsion, të hetohet korrupsioni gjitha qeverive deri më sot, prap mbizotrojnë moshat më të reja. Jo të gjithë, kuptohet, po mbizotrojnë moshat më të reja. Po pra ato që duan, nuk kanë... Ata që s'kan ato... Janë indiferent ndaj... Nuk kanë ato pasionet që nuk kanë pasionet që kanë brezet tonë. Po, Lame? Kur tha që nuk e kuptoj lidhja me pjesën që idealisht në perceptimin e publikut do t'ishte me interes të analizoj korrupsioni në të gjitha përmasat. Po da, sondazhi është... Po e shpjegova arsyen pse kemi futur 20 janarin, pasi sondazhi është për 21 janar. E kuptoj dhe bën sens, pra. Unë do të parapëlqeja që opinioni publik kishte një ndjeshmëri më të lartë në lidhje me nevojën për të analizuar, për të hetuar korrupsionin në të gjithë krahat, teorikisht. Nuk është pak, E kuptoj, është e konsiderueshme, por unë do të shpresoja. Duke patur parasysh që ne kemi futur 20 janarin si pyk, Patjetër. Dhe ajo të devion, e kuptoj unë atë pjesë. Por teorikisht unë do të shpresoja, duke ditur se çfarë qarkullon, çfarë lajmesh diskutojmë me njëri tjetrin, çfarë deri diku dhe bezdije ka për klasën politike, do të mendoja unë që njerëzit do të pritshin që më së fundmi ajo çfarë ka ndodhur në këtë vend në 34 vitet, merrte një lloj rruge dhe dikush të vendosej para drejtësisë. Pyetje, dilemë dhe pyetje. Po. Nëse rikthehemi sondazhet, pyetjes më parë, shikojmë që një pjesë e madhe e opinionit publik është e bindur për nga përgjegjësia deri tek faji dhe deri tek arsyet pse qeveria mbajti atë sjellje 21 janar. Po. Tani, pyetja që kam unë është këtu. Nëse SPAK-u dhe gjykoja do kishin sqaruar 20 janar, unë nuk po them të kishin fajsuar qeverinë, nuk ka lidhje. Unë po them ta kishin sqaruar 20 janar, mund të ishim dhe ne puçistët. Sigurisht, patjetër. Mund ta fajsonte edhe ne. Patjetër, po. Por ta sqaronte, se këtu problemi, opinioni publik në gjithë sondazhin tregon që ngjarja është e pa sqaruar. Pra njerëzit thonë duhet na sqaroni çfarë ndodhi 20 janar. Djaku i ke 40.1% që thonë na sqaroni 20 janarin. Nëse SPAK-u dhe gjykoja, pra drejtësia e re, do kishte ndarë drejtësim për 20 janarin, unë jam shumë i bindur që ajo që thonë ju, do shprehej te korrupsioni, gjithë qeverive, do të ishte shumë e lartë. Pra a është 20 janari një pyk në derën e drejtësisë re?
që po t'ishte hequr, Patjetër, do kishim nuk do tjetër kishte fokus. më debat fare. E vërtet. Ja ku është aty vetë, Biles, është 20%, është 20% në mes të... më falë. Edhe 20 janari, djepin e saj ka korupcion. Patjetër. Faktikisht të treja këto përfshien dhe gjërat bëhen me renditje dhe i binte që vërtet 20 janari të kishe prioritet pasi dhe gjenezën e saj, aq më tepër që Spaku është pikërisht kundër korrupsionit dhe në të emrin e tij, 20 janari nuk ishte vetëm vrasje, por është një bashkësi e gjithë elementeve më të spikatur të krimit. Po, ke korrupsion në sojsa politik, dy parti që s'lidheshin me njëra tjetrën, bëjnë aleancë, korrupsionin financiar dhe patjetër pastaj krimin shtetëror. Që për të mbuluar këtë korrupsion, sepse ajo prandaj u bë e gjitha. Po prandaj unë kur e shoh të rezultat sondazhit Brisida, them se në herë duhet jemi të mërzitshëm. Bëhemi në herë të mërzitshëm, bëhemi boring, bëhemi Përsëritës. themi në sensin e përsërisim. Po, duke sikur duam të diktojmë diçka. Po t'ishte sqaruar 20 janari, një mënyrë ose një tjetër, unë mendoj që dhe drejtësia e re do t'ishte më e çliruar për të hetuar korrupsionet të gjitha qeverive deri më sot, pa u paragjykuar pozitivisht apo negativisht nga njëra nga palët. Dhe mendoj që drejtësisë re nuk i duhet të vlerësohet pozitivisht apo negativisht nga palët politike, po i duhet të vlerësohet pozitivisht apo negativisht nga puna që ajo bën. Drejtësia thjesht do ligjërojë diçka që të gjithë shqiptarët e dinë. Se folëm çfarë. Shqiptarët e dinë shumë mirë çka ka ndodhur 20 janar. E dinë shumë mirë kush gjeneza 20 janarit. Biles, në rastin 20 janarit do ishte hetuar edhe përpara 15 vjetëve, në mënyrë shumë bullore, duke marrë vetëm 20 janarin, por edhe me bllokun e drejtari-ndajtit që u mbyll gjykatë lartë etj. Dritan Priftit. Dritan Priftit, më fal. Patjetër që nuk do kishim arritur edhe në këtë korrupsion sepse do kishim frikë të bënin këtë që kanë bërë në gjithë këto vite, të 15 vjeçar, në rast edhe 20 janarit do ishte hetuar dhe nga prokuroritë më pashme. Patjetër. Që me datën 21 ndarë, gjitha të lidhura. Po lame ndjeset në prejnë. Jo, unë mendoj që janë 3-4 ngjarje në 34 vite, 35 vite demokraci që ne kemi këtu, që njerëzit ka një emocion. Kush mund t'jenë këto ngjarje? Vrasja e Zemajdarit është një ngjarje, e cila po të pyesësh opinionin publik, jam i sigurt që do ketë një gjykim në lidhje me rëndësinë që kanë ngjarje dhe e pahetuar dhe pasbardhur siç duhet ende. Jo, janë njerëz në burg, po ka shumë segmente të tjera, të cilët janë të errta dhe njerëzit dyshojnë në lidhje me objektivitetin e hetimit ngjarjes. Së dyti është ngjarja e Gërdecit, e cila është një ngjarje me efekt. Qoftë në njerëz, qoftë në dëm material, qoftë në jehonën që ka. Është ngjarje si 1 janarit. Edhe për ngjarjen e Gërdecit jam i sigurt nëse pyet opinioni publik ka një perceptim caktuar në lidhje me mënyrën se si do na duhet presën deri në mars pra. Dhe si është reaguar në lidhje me kjo gjë. Ja këtu do jemi dhe do të kemi ndoshta mundësi ta shikojmë. Pra, nuk janë ngjarje të cilët i fabrikon media apo tenton media t'u japë vëmendje, por në opinionin publik janë ngjarje të cilët kanë lënë gjurmë, pasi me të drejtë institucionet e drejtësisë nuk i kanë zbardhur, nuk i kanë sqaruar ato. Dhe kjo duke qenë se ti e let pas sqaruar çështjen, i krijon hapësira shumë të pasqaruar manipulimit, fantazisë, të pahetuar, sepse njerëzit mendojnë që janë të qartë çka ka ndodhur çka ka ndodhur në 20 janar, pra është bërë një krim shtetëror. Një pjesë jo e vogël, sot që është bërë për mbrojtje pushtetin politik, pra njerëzit janë të qartë. Po duan që drejtësia, po të thënë se drejtësia nuk ilustron perceptimin e publikut. Sa atëherë nuk është më drejtësia, është gjykatë popullare. Por drejtësia është për të zbardhur situatën, për të sqaruar opinionin publik deri ku është objektiv dhe deri ku është i subjektiv dhe i paragjykueshëm, dhe kjo është roli i drejtësisë. Dhe sa më shumë zgjasin jam dakord me ty që mos kthehet gjykatë popullore. Ushqet fantazia e njerëzve dhe mërzia në një. Jam dakord me ty kur thua që nuk duhet të jetë gjykatë popullore. Ama duhet të përgjigjet dhe realisht. Por ama, perceptimit publik që ti ke një ngjarje. Unë kam një perceptim, ti duhet ma sqarosh. Jo, unë kam, ka një ngjarje, a ka një ngjarje më të rëndë dhe më në sy të publikut, se u pa me zë dhe me figurë, Roland. Ishin live gjithë mediat. Ishim live gjithë mediat. Pra, që vuri qeverinë përballë shtetasve të vet unë mendoj edhe në 91-shin,
nëse ti futesh në ngjarjeve të 91-shit, po dhe po të fus këtu edhe ngjarjet e 2 prillit, por edhe 2-3 vrasje që ndodhen në Tiranë gjatë protestave në Tiranë gjatë marsit në 91-shit, flasim për ndryshim regjimi, nuk po flasim për një protestë që maksimumi çon në ndryshim qeverie. Po flasim për ndryshim regjimi, patëm 7-8 persona që u vranë. Dhe në kohë këtu patëm 4 të vrarë, dhe kemi patur së paku 80 veta të tjerë plagosur me plagë cilat mund të kishin qenë tepërse. Dhe po flasim për vitin 2011, po flasim vendi ishte antar i NATO-s, sapo ishin liberalizuar vizat, pra dhjetor vitit 2010, pra vendi teorikisht ishte në një stad tjetër shumë të avancuar, dhe befas ajo ngjarje, mendoj unë, ky është perceptimi i të gjithëve, na ktheu hapa pas në kohë. Na ktheu te 97-a. Pra atëherë ku dhe njerë shteti u përball me shtetasit e vet. Dhe prandaj them unë që jam dakord me ju që nuk duhet të jetë gjykatë popullore, por nuk mund ta lesh nuk mund ta injorosh perceptimin publik. Ose ta ushqesh atë. As ta ushqesh dhe as ta injorosh. Prisita? Vërtet. Ajo që ndodhi 20 janar nuk ishte diçka e papritur. Duke njohur karakterin e Berishës të gjithë shqiptarët, pjesa më e madhe e tyre, nuk është se ndodhi papritur, nuk është se patjetër që nuk e prisnin që ai të arrinte deri aty, por nuk është se ishte një njeri paqësor, gjithëpërfshirës, demokratik në mënyrën e sjellurit. Prandaj them që shqiptarët kanë një qartësi se çfarë ka ndodhur 21 janar. Vetëm se drejtësia gjithmonë nuk i është përgjigjur realitetit dhe qartësisë që ka shqiptarët. Dhe ne dim shumë mirë që shqiptarët janë një popull me një intuit shumë të saktë, sepse janë shumë pasionant, marrin pjesë në çdo gjë që ndodh në vendin e tyre të vogël. Nuk është se janë njerëz indiferent, nuk marrin pjesë. Aq më tepër që jo vetëm që ndodhin në dritë me diell, por kjo ishte një vazhdimsi e karrierës agresive të Berishës. Nuk është se ai papritur bëri këtë akt. Ai her pas here kishte treguar që gjërat i zgjidhte me dhunë dhe me... Në fakt e drejtë se këtë e tregon dhe sondazhi cila është përgjegjësia e qeverisë atëhershme, dhe këta që thonë mbrojti shtetin, nuk mohojnë që ai shtiu mbi qytetarët. Pra le të themi deri diku apo jo, Zalosha dhe ata dhe ata e pranojnë, por justifikojnë. Po një gjë e fundit Zalosha? Dgjoj, është shumë i rëndësishëm ky 40.1%. Pse? Sepse këta, pavarësisht çfarë opinionësh, ne e pam që shumica dormuese mendojnë që qeveria bëri një krim shtetëror. Po këta thonë, duhet që drejtësia e re ta ketë prioritet numër 1 para se të zbardhi korrupsionin e qeverisë aktuale apo qeverive, duhet zbardhi 21 janarin. Dhe mos harrojmë se janë 20.1% të 1.9 milion banorëve të rritur. Se ky kampion përfaqëson 1.9 milion, do të thonë që përkthehet në 760.000 banorë të rritur që thonë kjo drejtësia e re mos merret me asnjë gjë tjetër pas bardhur këtë. Si thot dhe Bibla dhe Kurani, këshilla e parë është mos vrit. Pastaj vjen mos vjet. Jo se është pa e rëndësishme, por mos vrit. Do të shkojmë publicitet dhe do të shikojmë tabelën e fundit. Tabela e fundit është opinionet politike shqiptarëve. Si do të votonin shqiptarët nëse zgjedhjet mbaheshin sot? Menjëherë, pas publicitetit. Mirë, kthehemi pjesën e fundit të sondazhit, i cili ka qenë i fokusuar sot e 20 janari, 15 vjet pra që bëhen pas 2 vite, shikojmë që nuk është vendosur drejtësia dhe shumica e shqiptarëve mendojnë që nuk ka një vullnet nga drejtësia e re. Ndërkohë, pyetjes tjetër, cila mendoni që ishte përgjegjësia e opozitës? Shikojmë që tu opinioni është shumë i ndarë dhe shumë emocional, shumë i fortë. 47.9% protesta duhet shkojnë deri në fund, pra deri në rrëzimin e qeverisë. Ndërkohë që 26.7% tonë, kryesisht demokratë tonë që i çoi me duart e veta drejt një masakri që është teza kryesore e Berishës. Ndërkohë, sa i përket përgjegjësive të qeverisë, njerëzit janë shumë të qartë, 62.9% mendojnë që është një krim shtetëror, ashtu si shtatë e gjykata e Strasburgut, 19.2% on top, plus këtyre thonë që e mbrojti për pushtetin e vet politik. Ndërkohë, vetëm 17.9% thonë që nuk e mohojnë atë që ka ndodhur, pra çka ka bërë qeveria, po thonë që e bëri për të mbrojtur shtetin. Ndërkohë, pyetja e fundit që lidhej me 20 janarin ishte se çfarë duhet tetojmë para drejtësia e re. 40.1% mendojnë që drejtësia e re duhet të kishte dhe duhet të ketë prioritet mbylljen e 20 janarit. Pjesa tjetër thonë që duhet të hetojë korrupsionin e të gjitha qeverive dhe 25.7% mendojnë që duhet të hetojë korrupsionin e qeverisë aktuale, një gjë që në fakt
le temi spaku është duke e bërë. Natyrisht pyetja e fundit më interesante, ju thash mbajeni me këtë shifrën këtu, sepse pyetja e fundit lidhet se për këtë do të votojnë shqiptarët sot, nëse zgjedhjet mbaheshin sot. Sondazhi Zaloshi apo është mbyllur dje, ditën e diel, pra le të themi njerëzit kanë pasur mundësi të përjetojnë edhe zhvillime të caktuara që lidhen me rënien e çështjes së Ramaduro, pra për 2 vjetësh opozita thoshte që shteti është shteti i trafikut drogës, shteti narkoman dhe muajt e fundit bile po prisim një gazetare, bile e parashikoi që nesër me 20 janar Rama do të ekstradojë në Shtetet e Bashkuara për të mos u kthyer më. Por, pra ka një indikim apo jo Zaloshi janë besojnë dhe në të dhënat e sondazhit. Pra si e perceptojnë shqiptarët gjithë këto zhvillime nga temi e hëna e kaluar kur ne publikuam sondazhin e fundit, pra cila është partia më e preferuar aktualisht ndër pjesëmarrësit e zgjedhjeve të 11 majit. Zgjedhjet e 11 majit i shikojmë te kolona e parë, pra këto kanë qenë shifrat 52.2% socialistët, 34.3% madhështorët, 13.5% partitë e vogla, pra ato të reja që u zgjodhen. Këtu kemi një përqindje që e kemi futur ne, pra një parti e re nëse ajo krijohet. Kjo është pyetja e re. Dhe shikojmë çfarë ndodh. Socialistët për herë të parë nga disa javë rreshku luhateshin midis 45 dhe 44%, shikojmë që për herë të parë socialistët kanë fituar Zaloshnja rreth 3 pikë, apo jo? Diçka më shumë se 3.2 pikë. 3.2 pikë, që është diçka më shumë mbi marzhin e gabimit. Janë përtej marzhit gabimit. Shikojmë demokratët që ndrojnë po të njëjtat vlera, të javës kaluar 25.6% ishin 12 janar, 25.3%. Shikojmë që ka një rënje të përqindjes atyre që thonë që do të votoni një parti të re, pra nga 25.6% ka shkuar, kanë humbur rreth 3 pikë, që duket që kanë shkuar tek Partia Socialiste. Çka tregon që temi tek numri i të zhgënjyerve që do të votoni një parti të re, as PD, as partide, janë kryesisht votues që kanë votuar Partinë Socialiste 11 maj, po shikojmë që edhe 3% e tyre i rikthehen socialistëve këtë javë, ndërkohë që shikojmë që partitë ekzistuese qëndrojnë në të njëjtën shifër. Këtu lajmi është Zaloshnja, 3 pikët që fitojnë socialistët. Po, si që thamë, sondazhi është zhvilluar të shtunën dhe dielën, dhe kuptohet që ka pas ngjarje jo të pakta të shtunën dhe dielën. Një ishte lajmi që kemi një ftesë të Donald Trumpit për Edi Ramën për të qenë pjesë. Që s'do ishte lajm nëse nuk do ishte fryrë opinioni publik me tezat e... Po sepse... Që vjen dja pa, sepse marrin Ramën me tuta ndajke. Kishim kaq skenar të çuditshëm filmash Netflixit, siç duket shohim filma Netflixit dhe ndërtojnë skenar. Por faktikisht kjo ngjarje kuptohet që ka. Por mos harrojmë edhe këtë gjë që Rama ka qenë shumë aktiv në këtë fundjavë, në pati takime me grupin parlamentar, pati takime me kryebashkiakët. Pra, gjitha këto kanë ndikimin e vet në opinionin publik dhe mos harrojmë që një javë më përpara, kur kemi bërë sondazhin, Shqipëria ishte mbytur me ujë. Ishte në ujë, po e vërtetë. Ishte në ujë. Pra, kishte shumë probleme. Shkalla e pajkënaqësisë ishte më e lartë. Dhe ajo më njëherë e bën ndikimin. Po vetë fakti që kemi një rritje përtej marzhit gabimit, kjo më jep siguri statistikore që pa diskutim këtë javë, pra kemi një rritje të përkrajes për Partinë Socialiste. Por, një gjë shumë e rëndësishme në fakt, përveç zhvillimit të kësaj jave, është kur e shohim në vazhdimsi, nga 11 maj. Partia Demokratike ka sot vetëm më pak se treqerekun e mbështetjes që pati në 11 maj. Nga këta njerëz që morën pjesë në 11 maj, ka më pak se treqerekun e tyre. Këto partitë e vogla ekzistuese, këto kanë më pak se gjysmën e përkrajës që patën që u shpreh me vota. Ndërsa PS-ja tani, me këtë javë, ka 90% e gjithë votuesve që votuan për të i ka sot përkrahas. Dhe kjo ç'a bën? Kjo e rrit edhe më shumë atë hendekun midis votave të PS-s edhe votave të PD-s dhe këtyre partive të vogla opozitare. Po normal, ajo kuptohet edhe në përqindje se shikohet nëse jemi 52 me 34, këtu jemi 47 me 25, pra këtu flasim që jemi 22 pikë, ndërkohë që kemi qenë 18 pikë. Kjo vërteton atë që por kjo
po ta përkthesh mandatë, Patjetër pra. Derisa e rrit edhe më tej. Pra, nuk do kemi më 83 me 50 me 7 që kanë këto voglat. Po mund të shkoj 88 me 28. Pra e thoni, në përkthyer mandate kjo do ishte më shumë se në diferenca do ishte më e madhe. Diferenca do ishte edhe më e madhe se sa ishte në 11 maj, po të ishin zhvilluar zgjedhjet sot, patjetër. Birsita, megjithatë unë prap themi unë ja vë këtë rritjen absurdit, idiot, të investimit tek një tezë fantasmagorike. Sepse në vetvete, ftesa ndaj Shqipërisë dhe pjesëmarrjes së Zotit Rama në Bordin e Paqes, që i ka shkuar dhe 99 liderëve të tjerë, në kushte të tjera do ishte normale, sepse i ka shkuar vendeve që janë aleate me Shtetet Bashkuara dhe kanë mbajtur një linjë në politikën e jashtme. Shqipëria ndoshta me ishut marshall kanë qenë dhe çfarë quhesh atë bashkëshkruas edhe të shumë rezolutave gjatë 2 viteve që Shqipëria ishte antar e Këshillit të Sigurimit. Pra le të themi, nuk të ishte një habi, po për shkak të investimit në tek teza e Ramaduros, unë mendoj që ka ardhur për asaj, sepse themi nuk i gjej dot një shpjegim tjetër pse, sepse shikoj rikuperimin tek 43.9 në 47. Jo vetëm aq, po shikoj ajo linja jeshile që është partia temi imagjinare që ne themi, që njerëzit duan një parti tjetër, shikohet që aty janë votues që kanë qenë të socialistëve dhe që janë rikthyer sërish tek ajo. Më mendoj, po të shikosh edhe po dënë që është vetëm në rënje, më mendoj që kjo legjenda e Trumpit, e rëmbimit të Ramës në datën 20 janare, gjitha këto, më shumë e kanë ndihmuar Ramës se e kanë dëmtuar. Edhe kjo mendoj që nuk mendoj që mund të jetë kjo e partisë së re vetë, unë mendoj që ka pas një stepje të personave që kanë qenë 52% ose 43.9% për gjatë kësaj periudhe, sepse nuk ka qenë vetëm pjesa e Trumpit, por edhe problemi që ka pasur Rama me Spakun. Jo, po flas për rikuperimin. Po, rikuperimi mendoj që pikërisht të jemi të vetëdijshëm. Ne shqiptarët, duke qenë një popull i vogël, kemi pak gjithmonë një adhurim dhe pak kompleks inferioriteti ndaj amerikanëve, gjithmonë e kemi pasur si busullën e pushtetit Amerikën, dhe vërtet ne dim shumë mirë që Trumpi ngre dhe ul qeverira, kemi parë edhe këto ditë të fundit, dhe gjithmonë ftesa e Trumpit ndaj Ramës, pa tjetër që i ka dhënë kuota Ramës. Dhe Rama e përdori në fakt, diti ta përdor politikisht, kurse unë e kam mendje që PD-ja që më duket në një dëshpërim total, është për të ardhur keq, sepse ndoshta edhe këto pikë i ngrihen PS sepse është një opozitë e masakruar nga ignoranca dhe nga komplekset e inferioritetit, një opozitë që kapet nga mëngjesi darkë me Trumpin, me hapashin që do vi nga qielli me Ramën datë 20 janar, që i thot një gazetari që 1-2 hedh shashka që nuk qëndrojnë, dhe vetëm ajo, po dhe të tjerët që i amplifikojnë. Një opozitë që gjithkohës kapet vetëm tek muhabetet bombastike me Amerikën, asnjëherë nuk e kthen nga vetja reflektimin, po ajo çfarë do bëj, çfarë do bëj. Partitë e vogla ne kemi parë që janë zhbërë moralisht të gjitha, jo të gjitha në fakt, do të përjashtoja zotin Qori, dhe shehajnë, por Lapaj, për mendimin tim, është bërë totalisht dhe mos me këtë ECA-ke në bulevard. Shehajnë me të vërtetën nuk i shoh në ndryshim të madh përkundërzi, e shoh Sulakresat e Londa. Është tek maja e shkumzuar e dallgës protestës PD-s. Moralisht nuk është bërë si Lapaj. Po shikoj edhe pjesëmarrjen modeste të Qori sot, me thënë vërtetën, në protestë. Kanë humbur më shumë se gjysmën e përkrahësve. Dhe është një e fundit, thaj që shqiptarët shpesh thonë që po mirë më do hiki PS-ja, po kush do vi? Dhe shpesh shqiptarët nuk ka më nerva për lëvizje situata, sepse Berishën as nuk e llogarisin fare. Ose më saktë ka zënë ai vendin e rokatës, kështu që Po, ka nevojë ai dhe Lapaj, ka nevojë për stabilitet dhe mendoj që edhe 47-a ka të bëjë dëshirën që kanë shqiptarët për stabilitet. Për stabilitet. Lami? Një shikues që mund të ndjek, futet në krizë në kuptimin që more, çfarë ka ndodhur në këto 2 javë apo 3 javë, që qeveria të rrisë kuotat e preferencës votuesve. Sepse është ngjarja e Vlorës, e cila nuk mund të themi që ishte pa impakt negativ, mungesa e gjatë e ujit, e pa justifikuar në kohën dhe kushtet ku jetojmë sot.
përmbytje e cila në disa raste patjetër. nuk mund të thua që nuk ka përgjithësi pushteti qendror dhe pushteti Po edhe nëse s'ka, ashtu perceptohet, Zhora. Por edhe nëse s'ka, ku ju me drejt thoni, Ashtu perceptohet. bezdia që i sjell njerëzve dhe doni që i sjell njerëzve shkarkon energji negative apo jo. Po ja, Po ja 43.9% ato tregon. Edhe disa lajme jo të mira që erdhën për pezullime, për anullime të përkohshme të llogarive, të vizave e kështu me radhë. Është një energji e cila varet nëse e kanë ngrënë shqiptarët, unë besoj që nuk e kanë ngrënë. Jo, patjetër, po unë them indirekt, pra. Kjo era Maduros, po. Indirekt njerëzit pra krijojnë një perceptim bezdije, shqetësimi, zhgënjimi e kështu me radhë. Dhe qytetarët thotë, si ka mundësi të ngritur kuota? Mirë, po këtu vjen momenti që duhet sqaruar qytetarët. Jemi në kushtet ku i vendoset qytetari që të zgjedh mes subjekteve politike. Nuk është qytetari vendosur përballë analizës mbi qeverinë, se si po analizon dhe apo punon siç duhet qeveria. Dhe ku e vendos analizën dhe fokusin se cilën nga subjektet politike që ti do zgjedhësh, ne kemi thënë edhe herë të tjera këtu. Qytetari zgjedh të keqen më të vogël. Pra shikon qeverinë e cila ka të gjitha këto probleme, por në krahun tjetër, vetëm kam një vërejtje të vogël dhe pyetje njëkohësisht. Paktën nga sondazhi, ne për disa javësh kemi futur mundësinë e votimit teorik për një parti tjetër. Që nëse krijohet. Pra e kemi lënë të hapur këtë mundësi. Pra që nuk është as PD, as PS, as to çfarë kanë treg, duan një tre. Ajo që vjet re te ky sondazh i kësaj jave është që kemi një 3% të atyre që deri para një jave thonin do votojmë, nuk do votojmë PS, as PD, as to 3, do votojmë një 3. Ka një 3% që kthehet, si e lexoj unë. Ja, kanë shkuar atje. Që kthehet tek socialistët. Se 100% është totali. Dhe unë jam dakord me ju që nuk është se ka bërë një gjë të madhe qeveria gjatë kësaj jave. Por, dhe këtu dal prapë tek strategjia super e gabuar e opozitës, e cila nuk bën ndryshimin pra. Që investohet në fantazi mediokre dhe nuk fokusohet praktikisht aty ku duhet fokusohet, që të bëhet alternativ e qeverisë. Mendoj unë. Jo, mendojnë ju, po e thonë Shqiprat pra, qytetari duhet kuptojë që kur pyetet opinioni publik mes subjekteve politike, ai do të zgjedhë se cila është e keqja më e vogël për të. Dhe nuk do të analizoj vetëm një subjekt politik, po do të analizoj dhe konkurrentët si sillen. Dhe pikërisht këtu vlen dhe thuhet ende strategji e gabuar që opozita edhe kur janë situatat të favorshme për të, nuk arrin dot ta kthejë në kapital politik. Sepse o trillon ngjarje të cilat nuk janë shqetësuese dhe nuk janë ngjarje ditës për opinionin publik, ose nuk ka fokus për çështje të cilat janë realisht ngjarje, por nuk arrin dot të afrojë një alternativë që të jetë e besuar se si do ta zgjidhë ajo nesër qeverisje, nëse do jetë ajo dhe do përballet me situata të tilla, dhe opinioni publik thotë sa të rrezikoj dhe të futem në aventura me një subjekt politik i cili nuk është serioz nga mënyra se si flet dhe nga mënyra se si i qaset problemit, më mirë mbetem tek ajo e cila është e testuar dhe ka dhënë prova që edhe ditë menaxhoj. Pra në këtë kuptim do ta shikoj unë rritjen e Partisë Socialiste në raport me Partinë Demokratike, po ajo çfarë unë nuk arrit do ta shpjegoj dhe ju me drejt e evidentoni është fakti që pse nuk kemi rritje të partisë potenciale e cila do të rritë më shumë mundësinë dhe shpresën e njerëzit që nëse ajo do të krijohej do sillte zgjidhje, por unë gjykoj kjo ka shpjegim kjo. Ka më shumë vonon kjo. Aq më pak njerëz besojnë që ajo do të krijohet apo jo. Ta jap një shpjegim. Jo, po mund të jetë njerëz që temi ose mund të jetë efekti butterfly, pra efekti i gjërave që thuan, shikohet zhgënjim tek socialistët, pastaj kur dele vërteta sheshet, okay, pas ka pasur drejt Rama. Pa kthehemi aty. Pra le të themi mund të jetë vetëm kaq. Mund të jetë vetëm kaq. Dgjoj, këta njerëz, sondazhet pak. Këta njerëz, se mrekullira nuk ka ndodhur këtu. Sigurisht, patjetër. Ata anketuar këtu janë njerëz që votuan, morën pjesë në zgjedhje. 52.2% e këtyre njerëzve votuan për PS-n para 8 muajsh. Para një jave, mbas shumë gjërave që kishin ndodhur, zbritën nga 52.2%, zbritën ke 43.9% në thamë... Që është, pas besoj, pika më e ullët. Pika më e ullët, sa kemi bërë deri më sot. Dhe thamë që ne, PS-s nuk ja japim, që për cilën kemi votuar, për do as diskutohet, edhe për këto partit lapa e tjera nuk ja japim, por në qoftë se krijohet një parti e re, po ja japim. Tani,
nga këta 52.2% që votuan në para 8 muajsh, tani thonë 47.1 thonë sot ja japim prapë Japim prapësës. Do më thonë, nuk është se po vinë njerëz tjerë nga... Janë po këta njerëz. Pyetja i bëhet atyre që kanë marrë pjesë në Kjo është vetëm për ata që kanë marrë pjesë. Megjithatë, thelbi sot i sonazhit ishte padyshim 20 janar, do të thotë nëse regjia e ka të rikthej atë tabel ku njerëzit shprehen ku duhet fokusohet drejtësia e re, ndoshta regjia e ka, pikërisht duhet fokusohet 40.1% e shqiptarëve thonë drejtësia e re duhet të merret me 21 janarin. Pas nesër bëhen 15 vjetë, ky është mesazhi më i fortë që i jepet drejtësisë së cilën e kemi mbështetur gjithë, do vazhdojmë ta mbështesim. Por njëkohësisht presim që ajo të zgjidh ndoshta ngjarjen më të rëndë të gjithë tranzicionin shqiptar. Faleminderit Birsita që ishte sot me mua, faleminderit Lami, faleminderit Zalosha për sondazhin. Bashkë jemi nesër në orën 8 në Real Store. Deri atëherë nga unë Sokol Balla, natë mirë.